Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje. Martin Luther King Day, dita kur kujtesa bëhet përgjithësi. Çdo janar, Shtetet Bashkuara ndalen për një ditë të kthejnë vështrimin drejt një figure që nuk i përket vetëm historisë amerikane, po ndërgjegjes universale, Dr. Martin Luther King Jr. Kjo ditë nuk është vetëm një kujtim i një lideri të madh të drejtave civile, është një thirrje morale që na kujton se drejtësia, barazia dhe dinjiteti njerëzor nuk arrihen asnjëherë përfundimisht, por duhet të mbrohen e të ringrihen brez pas brezi. Martin Luther King ndryshoi Amerikën jo përmes fuqisë së armëve, po përmes fuqisë së ndërgjegjes. Ai nuk ishte thjesht një orator brillant, ai ishte ndërtuese një etikete të re politike, një etike që vendosi dashurinë jo urrëtitjen në qendër të lëvizjes shoqërore. Në kohën kur dallimi racial, segregacioni ishte i ligjëruar dhe racizmi i institucionalizuar, King pati guximin të besonte se Amerika mund të arrinte idealet e saj, se kushtetuta dhe deklarata e pavarësisë nuk ishin dokumente të zbrasta, por premtime për të gjithë. I have a dream nuk ishte thjesht një frazë poetike, por një akt politik. Ishte shpallja e një vizioni për një shoqëri ku fëmijët e bardhët do të luanin së bashku pa frikë, ku njeriu do gjykohej sipas karakterit, jo ngjyrës së lëkurës, kur Amerika do shlirohej nga kontradiktat e veta morale. Ky vizion edhe sot mbetet busull morale në një botë të trazuar ku ndarjet racore, ekonomike, kulturore marrin forma të reja. MLK Day është gjithashtu një ditë reflektimi për rolin e protestës paqësore. King e dinte se dhuna nuk ndërton institucionet qëndrueshme. Ai e dinte se akmarrja nuk mund të zëvendësonte drejtësinë. Udhëheqja e tij në marshimin e Selmës, në Montgomery, në fjalimet para Senatit e në kishat e Jugut tregoi se protestat paqësore kanë një forcë transformuese më të madhe se çdo revoltë. Në këtë ditë, ne kujtojmë jo vetëm triumfet, por dhe çmimin e paguar. Martin Luther King e dha jetën për kauzën që besoi, por martirizimi i tij nuk e zbeu lëvizjen, përkundrazi, e bëri më të fortë. Ai kuptoi se njeriu nuk është i plot nëse jeton vetëm për veten e tij. Jetëgjatësia morale e një kombi matet me aftësinë për të mbrojtur më të pambrojturit. E sot, në këtë epokë të globalizuar e të polarizuar, Martin Luther King Day na vë përballë disa pyetje thelbësore. Apo ecim drejt barazisë, apo kthehemi pas në ndarje? A jemi të gatshëm të dialogojmë me tjetrin, apo të izolohemi në kampet tona ideologjike? A i shërben fuqia e njerëzve, apo njerëzit janë bërë peng i fuqisë? Këto pyetje nuk janë vetëm amerikane, ato janë universale. Edhe komunitetet shqiptaro-amerikane, si çdo komunitet emigrantësh, kanë përfituar nga rrugët që hapi MLK dhe lëvizja për të drejtat civile. Pak televizje, Amerika nuk do të ishte vendi i mundësive që njohim sot. Prandaj, kjo ditë është dhe dita jonë. Martin Luther King na mësoi se ndryshimi nuk nis me qeveritë, po me njerëzit. Nuk nis me ligje të mëdha, por me gjeste të vogla. Nuk nis me urrëtitjen e armikut, por me fitimin e mikpritjes së tjetrit. Sa ngjashëm me Nën Terezën. Ai na la një trashëgimi të thjeshtë, por të jashtëzakonshme, shpresën se çdo epokë mund të përmirësohet, shpresën se e drejta mund të mund pa drejtësinë, shpresën se dashuria është më e fortë se frika. Në Martin Luther King Day, ne nuk përkujtojmë një njeri të vetëm, por vlerat që ai mishëroi. Kjo ditë na kujton se demokracia është një projekt i përhershëm, një punë e përditshme, një betejë jo për të triumfuar mbi dikë, por për të fituar lirinë e përbashkët. Dhe mbi të gjitha, na kujton se çdo ëndër e madhe fillon me një zë të vetëm, zërin
e një njeriu që guxon të thotë të vërtetën. Në fund, Martin Luther King Day na fton që ëndrrën e tij ta bëjmë pjesë të realitetit tonë, të punojmë për një shoqëri më të drejtë, më njerëzore, më të bashkuar, sepse ëndra e Martin Luther Kingut nuk është e së kaluarës, ajo është detyra e së ardhmes. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, me këtë informacion ne kujtojmë liderin e madh të drejtave civile Martin Luther King Jr. Miru takofshim në emisione të tjera.